Përshëndetje dashur miq, rikthehemi në Shizon Top Club, këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Në panel tashmë na është bashkuar dhe Desanka. Përshëndetje Desanka, mirë se erdhe. Përshëndetje. Si je? Mirë. Faleminderit, po. Me ty në fakt kemi një pyetje shumë direkt. Ti ke punuar dhe me Selin, siç ke përmendur, dhe aty brenda dhe keni pasur dhe një marrëdhënie miqësore bashk. Kur Niko e ngacmoi Mirin, në fakt duke i thënë që kjo është shoqja e Selinit, pate frikë ndoshta që mund të vinte një opinion negativ prej Mirit ose prej dikujt aty, meqense ai ishte prezent? Jo, nuk prisja ndonjë gjë negative për shkak se unë për Selinën gëzoj respekt, po nuk është se kam pasur ndonjë shoqëri të afërt me atë. A mendon që përgjigjja e Nikos në fakt ka qenë pak me ngacmim për Mirin dhe si të zhdukur ty kjo pjesë meqense ka qenë e përfshirë? Ajo ka qenë me ngacmim për Mirin, po edhe nuk e prisja fare që do përmendej Selina për mua. Ishte pak si bomb, si me thënë. Po ty Ida, si të zhdukur në fakt ngacmimi i Nikos në lidhje me situatën? Në fakt më duk për ta vënë më në presion Desankën se sa për patjetër që edhe për Mirin, por më duk më shumë për ta vënë në një lloj presioni para përgjegjësisë që Selin, është një, mund të them, balerinë dhe super modele dhe të ndjesh edhe ti që të arrish në nivelin e Selinit. A mendoni që edhe përmendja e Selinit si shoqja e Desankës ka gja një ngritje në pjesën e pjesëmarrjes së saj në këtë format? Unë nuk e besoj. Sepse unë dua të njihem për unë që jam, nuk dua të Patjetër. njihem për shoqen e Selinit. Patjetër. Edhe unë dua të shtoj diçka në fakt. Patjetër. Tek kjo që po bëjmë ne nuk ka lidhje fare me profesionin e Desankës. Mendoj unë ose që të përmendoj Selina apo marrëdhënia. Jo, patjetër, përmendja e saj mendoj që është diçka shumë pozitive, duke qenë që edhe ka dalë nga formati që ka dalë, është vajza që ajo është. Në fakt edhe unë gëzoj, edhe pse nuk kam një raport me Selinën nga jashtë, e njoh dhe unë nga Big Brother, gëzoj dhe unë një respekt shumë madh dhe është gocë fantastike. Por mendoj që edhe Mirit nga ana tjetër i pëlqeu pak kjo vëmendja që po përmendesh te Selina gjatë gjithë kohës. Patjetër, më shumë në perspektivën që përmendja e Selin është dhe një ngritje në pjesën pozitive gjithmonë të formatit. Po e shikoja se ne aty gocat e ndjejmë pak më shumë. Po e shikoja që gjatë gjithë kohës donte ta kthente pak bisedën në Big Brother, nga Selina pjesa e Mirit si opinionist. Ndërsa për Nikon, të gjithë e dim si është Niko me ato presionet, me ato pyetjet e tipikante, kështu që pritej ta bënte si gjë. Patjetër. Por dhe Desanka besoj e menaxhoi më së miri, kështu që jo, pyetja do të thënë ishte thjesht që nëse ty të ka ndikuar deri diku kjo si diçka përmendja e saj, patjetër pozitivisht ose negativisht, jo gjithmonë e drejtuar diku. Me thënë drejtën, jo, nuk është se ka ndikuar tek unë. Mua më pëlqen në fakt që Desanka nuk e përdor njohjen që ka me Selin për të paralelizuar me të dhe për të ngritur disi, sepse dihet që Selin tani është në qendër të vëmendjes se është fituesja e Bigut dhe më vjen mirë që e përjashton veten nga shoqëria. Shoqëria është jashtë, unë jam në një program dhe Niko nuk mendoj se bëri mirë që e përmend, sepse programi është për vajzat. Dhe jo as për Selinën, as për Mirin, qendra e vëmendjes duhet të jenë vajzat. E kuptueshme. Po për komentet në fakt që ke marrë në lidhje me këtë edhe si mund të kenë ndikuar të domethënë a e prek pak atë pjesën e individualitetit tënd apo është diçka që është më së normale dhe ti vazhdon me atë tënde patjetër? Është më së normale se nuk është se ndikohem shumë nga komentet, kështu që thjesht vazhdoj jetën. Patjetër. Po, më së miri. Dhe bën mirë ta vazhdosh. Patjetër. Kalojmë në fakt edhe një nga personazhet më të komentuara të javës, e cila është Giselda. Hello. Ditë të parë në fakt Giselda, vajzat kanë nisur të flasin për të pak kundër teje, pak negativisht. Mendon se kjo vjen si pasojë e deklaratave ndoshta dhe sjelljes tënde që ke shfaqur aty brenda, apo mendon sepse vjen nga një perspektivë që të shohin si konkurrente të fortë edhe? Me thënë drejtën,
puntatës së dytë jam zbutur I qik, kam reflektuar, por nëse do flasim vetëm për puntatën e dytë kam shumë për të thënë. Patjetër. Në fakt kjo pjesë do ndahem 50-50, them të drejtën. Është 50% faim, 50% nuk është faim. Tani më shohin se reagoj. Un kam një tip edhe në jetën time të përditshme që jam shumë e afrueshme, jam shumë e sinqert, ndoshta dhe më shumë se ç'duhet e sinqert, domethënë po e pash një gjë që s'më pëlqen, është gjithmonë gjë e mirë. Kështu që por me kohë që kanë ardhur, me thënë të drejtën, kam vënë re që nuk është se vlerësohet edhe aq. Domethënë ta marrin çdo gjë negativisht, ta marrin sikur e ke për kunj në thonjza ose për kritik. Edhe kam vënë re me shumicën e gocave. Okej, po a ke zgjedhur që ti ta shfaqësh veten tënde kështu në atë format dhe jashtë je kjo Gisela që ti edhe po na tregon këtu, apo është më shumë për faktin që thjesht janë, domethënë komplet se si kimia midis vajzave po shkon, që ty të bën të kesh atë sjellje. Unë vazhdoj të them që të tregojmë 100% e sinqert, kur kam vendosur që të vi tek Shizon Top, nuk kam pasur këto mendimet që ta afrojmë shumë me gocat, po më ka ardhur shumë natyrshëm, nuk kam ardhur as ta fitoj në fillim, pastaj rrjedha mori një gjë komplet ndryshe. Tani jam në mendime që jo vetëm për komentet, po besoj që kam shumë potencial si gocë për të dhënë dhe pse jo. Patjetër, po. Edhe nëse sfitoj nuk është se është ndonjë problem, po më ka hyrë në qef në thonjza. Ka hyrë fitoria në qef? Po, gara domethënë. Patjetër. Se kam vënë që edhe pse është gjë negative, kam vënë që mua mirë më bën. Kam vënë që gocat bisedojnë çik kështu me njëra tjetrën. Po, patjetër në fakt, si e keni parë ju me njëra tjetrën? Më fal se të ndërpreva ndoshta. Jo, s'ka gjë. Mua për vete personalisht Gisela më pëlqen shumë, se është e sinqert, çka ka ta thotë edhe nuk e zbukuron gjën, siç është ta thotë edhe ta thotë në moment, se ka goca për shkakun që e shohin e vënë diçka, edhe shkon e flasin me njëra tjetrën nga mbrapa. A ka të bëjë kjo ndoshta sepse ju të dyja keni një kimi goxha të mirë dhe jeni pozitive me njëra tjetrën, do të thënë nisesh nga kjo pikpamja apo nisesh më shumë një sy të tretë se si është Gisela? Unë dhe Deni, do ta shpjegoj Deni më mirë, ndoshta unë dhe Deni nuk kemi shkuar fare mirë në fillim, vetëm nga këto gjërat që siç e kanë gjitha gocat, jo vetëm në formate televizive, por ndodh edhe në jetën e përditshme që kanë këtë tendencën që të flasin pak pas shpine, që ta keq interpretojnë gjën ose ta hiperbolizojnë më shumë se ç'duhet. A mendon ti që ka ndodhur shpesh në rastin tënd deri më tani? Po, ka ndodhur. Po kam një tip që nëse mua më bezdis diçka vit të kap, të them të bezdis gjë. Kemi deri më tani ndonjë situatë backstage që ne nuk kemi mundur ta marrim vesh. Po, unë në fakt personalisht do ta shpjegoj edhe Deni pjesën e saj, por unë kam folur pak me Denin që jemi sqaruar me Suhin dhe me Negisën. Sepse më duk shumë pa lidhje fakti që në puntatën e dytë të jenë këto kunja, të zënkat. A jemi në fakt, do të thënë vajza që do e thoje fjalën e fundit parën në ato momente edhe pse jeni munduar të shiko. I dashur ke menduar ti në fakt. Jo, unë në fakt doja ta pyesja se tha në fillim që 50% ka qenë faji im, 50% nuk ka qenë. Te ky 50% që ka qenë faji jot. Te cila pjesë e fajson veten? Mendon, domethënë. E fajsoj vetëm për faktin që jam afruar më shumë se ç'duhet me gocat dhe kam harruar që këtu jemi në një format që në fund jemi secila për veten tonë. Do bëjmë ato sfida, do jemi vetëm ne kush e fiton, do bëjmë photoshooting, kush dele para, kush jep atë më shumë. Por unë nga që gjithmonë në jetën time kam dashur që të kem afër vetes njerëz të mirë, njerëz pozitiv dhe në fillim e kam gjetur tek shumica prej gocave, pa çka ndodhen gjëra të tjera rrugës dhe ndryshuan mendim. Mua po më vjen që pak a shumë fjalë të tjera je duke e thënë që gjithë ky sulmi dhe komentet kundër teje nga vajzat janë sepse të shohin si konkurrente të fortë. Unë nuk e di pse nuk e pranojnë akoma që unë jam një konkurrente fort. Nuk është mendje madhësi, por është e dukshme. Pasi në çdo puntatë vetëm për mua shumicën e kohës po flitet dhe dua të theksoj që një nga arsyet pse kanë pasur më shumë negativitet, po diskutohet vërdall që pse bëhet vetëm emri im. Vërdall nga kush? Nga gocat. Domethënë në backstage nga gjitha gocat. Ato që ti ke dëgjuar pak më shumë ose të ka kapur veshit tek tuk ndonjë. Tani kam dëgjuar ndonjë fjalë, emrin tënd.
kam dëgjuar po kjo Giselda, sepse unë dua që në momentin që ti t'i japësh një koment për mua, jepet ti si, më fal që për marrë shembull Deni. Jo ç'a thon opinionistës ose ç'a thot publiku ose ç'a thot tjetri. Ti duhet më njohësh mua për po, këto fjalët që janë gjuar dhe të puntata dytë, është shumë arrogante, nuk i pushon një goja. Ndjesh arrogante në poplas? Jo, unë jam njeriu në pjesën e formatit. As në format, as në jetën e përditshme jam njeriu më chill, jam super e dashur. Na e trego pa. Unë mendoj sepse një ndër arsyet them dhe pse nga sinqeriteti i tepërt disa vajzave mendoj se nuk i pëlqen kjo gjë. Po më duket diçka shumë e mirë se nuk e gjen tek çdo person. Edhe me Giselën unë kam arritur t'ja kuptoj atë karakterin Giselës se prandaj mendoj se shkojmë mirë. Po që po plus ti jepnin kohë dhe goca pjesa që po, plus tek pjesa që thash më ka ndryshuar komplet mendimi, futet edhe fakti që nuk ndikohem më fare nga komente. Domethënë që t'ju mbush mendjen njerëzve. Po ti u ndikove pak kur të tha Niko që je pak arrogance, ty nuk është se të bëri përshtypje. Me thënë të drejtën nuk jemi lejuar në thonjza që të flasim atë fikse ç'a donim të thonim, sepse do kishim gjithë kohën televizive këtu te Shizan Top Clubi, por që ajo që doja t'i thoja Nikos është Niko herë nuk kishte lidhje fare aty, u fut te biseda që kisha unë me Franceskën. Mirë, patjetër është teori dhe opinioni tonë ndaj, kemi bashkëbisedë doli pak kështu jashtë. Por mua një gjë që besoj edhe Niko kur ta dëgjoj këtë, dua ta bisedoj herë se më ka bërë përshtypje fjalia që ka thënë në jetën jashtë do ishim shumë miq, sepse je shumë cool, po këtu je shumë arrogante. Dua t'i them Nikos që unë kështu jam dhe në jetën e përditshme, kështu që nëse E di pse ndodh kjo, sepse Giselda e ka kuptuar rëndësinë e vet, e ka kuptuar që gjithë dritat janë të ajo dhe po luan me këtë pjesën, domethënë unë e di vlerën time dhe e di dhe vlerën e gocave. Dhe do të dal pak në sipërfaqe dhe ndaj vetes vet. A të duket ty Ida në fakt arrogante Giselda? Kështu drejt për drejt, domethënë. E vlerësoj shumë kur njerëzit e japin atë. Po, patjetër. Tani të jesh arrogante nuk është gjithmonë gjë e keqe, se me ditët që kanë ardhur është mirë të jesh arrogante. Aty ku duhet. Aty ku duhet, patjetër. Dhe mendoj që Giselda ka kuptuar këtë gjë dhe do që ta marr gjithë vëmendjen për vete dhe pse jo. Për atë punë ka hyrë, se nuk ka hyrë që të ndihmoj gocat e tjera që të ecin gocat e tjera përpara. Do që të jetë vetë para dhe me thënë të drejtën, prandaj thash më ka ndryshuar shumë mendimi se në fillim çuditërisht nuk do duket si klishe, si përgjigje klishe ose po e bën kot, por më vërtet që në fillim kam dashur që të jemi të gjitha. Pse do thuash ti? Vetëm për faktin që mendoja që kur ta shikoj publiku të paktën ta thot ua ça goca, ishim të gjitha on top. Tani këtë nuk ta besoj, unë si mes gocave gjithmonë ka xhelozi. Në fillim po them, ndërsa tani kur kam parë çfarë bëhet prapa krave, kam thënë okay, take a step back edhe shi veten tate, mos u merr mas njëri. Edhe aty doli pjesa e arrogancës. Po të shoh soi. Po shoh në fakt disa mimika, disa vetëm se sui duhet jap përgjigjen para dhe pas. Para dhe pas. Si mendon ti Sui në lidhje me situatën e Giseldës dhe me Giseldës, të më falësh, për reagimet dhe për komentet kundër saj? Shiko, Giselda në puntatën e parë cilësuar si një gocë alfa. Që i vjen, po të jesh një gocë alfa. Vazhdoj të jem. Po, po të jesh, i vjen që nuk do zbutesh. Edhe unë jam shumë kurioze, a do zbutet, ta do zbutet Giselda, se tha do zbutet, nuk mendoj se do zbutet, mendoj që do zbutet një 2 pontat, a do shpërthej prap. A mendoj që ka nisur të zbutet, apo duke i dhënë këto përgjigje dhe këtu pak më të qeta? Unë mendoj se Giselda po bën shumë mirë që po diskuton me gocat që shiko, ke ndonjë problem me mua, hajde ta sqarojmë, po nga një ana tjetër nuk është edhe asgjë e dur, se në fund ditës goca sot thot po e kam mirë me ty në spektakël ta rraza ty çfarë. Është pak kritikoni pastaj, besoj që ju bashkon fillimisht, po. Besoj që një 2 pontata ka Giselda këtë uljen e vet dhe qetësinë e vet dhe pastaj do shpërthej prap, se do fillojnë prap gocat, jo po Giselda, jo po kshu, jo po ashtu, do ikë kjo vëmendja me atë uljen e vet. Ku do shkoj vëmendja?
Tesuj jo i herë, po vazhdojmë. Që Jo, ti përgjigj. Giselda si intereson që të ketë vëmendjen e gocave, që të dalë ajo goca e mirë. Të them që edhe në puntatat në gjatë programit, gocat të mbajnë krahun e Giseldës dhe të thonë që jo, Giselda është gocë e mirë, ka ardhur ka kjo kërkuar ka falje. surprizuar pak se nuk është se kanë mbajtur. Edhe me gocat që janë skualifikuar, ato kanë jo të gjitha, disa kam pasur një marrëdhënie goxha të afërt me mua si fillime që ishim dhe nuk më kanë thënë që mendoj që Giselda duhet ta fitojë Shizon Topin ose mendoj që Giselda është shumë e fortë. Kanë cilësuar goca të tjera. Po ida me karakterin fakt që ne edhe kemi parë Giseldën deri më tani dhe sot këtu midis nesh. Nga perspektiva jote, a mendon që më shumë është reagim ndaj karakterit që ajo po shfaq apo është më shumë pjesë kërcënimi dhe konkurrence që vajzat ndjejnë nga ajo? Të vajzave të tjera ndaj Giseldës, po patjetër. Ka qenë pjesa kryesore e programit, ka marrë gjithë vëmendjen e gjës dhe patjetër që vajzat ndjejnë një lloj konkurrence, ndjehen të kërcënuara, pse të jetë spotlighti te Giselda dhe mos të jetë te ato. Kjo është se s'bën. Po edhe pjesë e karakterit, sepse kjo më duket që është moskokçarse, që nuk I intereson asgjë, e ka atë qëllimin e vet të qartë dhe asaj do t'i shkojë deri në fund. Mund të bëj këtë rolin pak të vajzës mirë që shise unë nuk kam asgjë me ju. Një balancë, po nuk kam asgjë me ju, për mua jeni në thonjza shoqe, nuk jeni të bukura edhe ju si unë. Po e mban mirë me të gjitha akoma. Po jeni të bukura edhe ju si unë, po unë jam më e bukur se ju. Do shta më takon mua ta them, po pas kanë bërë gjën e dur që kanë marrë në opinioniste. Ajo ti. Po I bën gocat të këto me disnesh. Jo, për te mrekulli tek këtij emisioni. Për te shakave, domethënë kush ishte pyetja? Se u domethënë a ndjen vajzat e tjera të kërcënuara nga prezenca jote, nga karakteri është ti po shfaq që ti ke. Që të flasim realitetin, s'dua t'i fus të gjitha në një thes, po shumica po. E kam vënë re që po. Dhe duhet të shkojmë në një shkëputje të shkurtër publicitare miq. Ne do rikthehemi përsëri këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital.